Kur jemi të agjërimi gjatë ditës, ajo që është e rëndësishme të mos harroni është kjo. Frymëmarrja dhe frymënxerrja kontrollohen nga një qendër në trup palce zotër, e cila nuk vepron drejt për drejt në mushkëri, por në muskujt që marrin pjesë në procesin e frymëmarrjes. Dielli gjithashtu lëshon një lumë me dendësi të ulët të grimcave të ngarkuara kryesisht elektronet dhe protonet, ashtu i quajnë ata. Unë i tham pluhur diellore, se jep diellore. Frymëmarrja gjatë ditës, kur je agjërueshëm, është ilaçi më i mirë që largon djeg të gjitha thërmijat e grimcave të dëmshme në qelizat e juaja dhe pastron secilin organ të trupit, zonën abdominale, aty ku është truri, këto është truri i parë, këto është truri i dytë i njeriu. Nëse këtë zonën abdominale nuk do ta kemi në rregull, nuk do të funksionoj asgjë siç duhet në trup njeriu, pastaj kjo gjendje mund të ndikojë në zemër, në gjuhë dhe në mendje.